Prej jush ka kryer shërbimin ushtarak, ose sa prej jush kanë bërë ushtrinë. Ndiqeni me kujdes këtë sepse do t'i tregoj një histori timen. Padyshim që të gjithë ju që keni bërë ushtrinë, keni me qindra histori. Por unë do t'i tregoj timen dhe do dëshiroja që edhe ju të lini komentin tuaj me historinë, një histori që ju ka mbetur në kujtes të shërbimit ushtarak. Kush është rastisht e di bëj like faqe si të shihemi sërish, më falni që them gjithmonë, por nuk i kushton asgjë dhe ja u kujtoj. Unë e ka bërë ushtrinë në Ersek, një pjesë, dhe ishte viti 1998, pra kur më qetën flokët dhe më çuan në Ersek. Dhe aty ndodhi një ngjarje madhe. Dhe kush ishte ai që krijoi ngjarjen? Nadir Mura. Dhe sapo kishim shkuar dhe ishim as një muaj e gjysmë dhe me shokët loznim, çfarë gjenim aty. Dhe kishim marrë shahun, kutinë e shahut për të lozur shah. Po lozja me një shokun tim. Dhe të gjithë po shikonin kështu, nga pas. Ishim ulur aty, po loznim. Një dajo, një gjysh, sepse kishte dajo dhe gjysh, nuk e di përdoren akoma sot këto metafora, por dajo ishte ai që kishte bërë një vit, kurse gjyshi ishte ai që ne do e zvendësonim, pra kishte bërë 2 vjet dhe do ikte. Kështu që ne ishim ata që do e zvendësonim, kishim rreth 90 ushtar aty, afërsisht 100 ushtar, dhe disa prej tyre që kishin kryer 2 vjet prisnin që të zvendësoheshin nga ne. Dhe unë i dija këto, mi kishin treguar edhe vllai mi kishte treguar se ishte më i madh se unë. Mirë po, aty për aty nuk e mendova. Pastaj këta që shikonin pas meje, kështu që shikonin dhe kishim arritur në një moment të lojës që ishte momentet delikate, aty nga mesi. Dhe ne duke qëndruar aty, ky gjyshi, që ishte edhe djali mirë, ishte nga Kuksi, po nuk e mbaj mend emrin, ishte djali mirë, por nuk e di pse atë ditë i hipën. Ishte edhe i vogël, i shkurtër, më i shkurtër se unë. Dhe i thot Dajos, i dha urdhër Dajos, sepse nuk flisnin me këta që kishim, me ne, që sapo kishim ardhur. Absolutisht jo. Kishte hierarki. Kështu që i tha Dajos, merja shahun dhe tha, sill tu, tha, i dha urdhër. Erdhi ky i shkret, i tha, do marrësh, e kapi kështu që të merrte shahun. Ç'a bën ti tash, e kapet tek dora. M'jep shahun ta se do ja jap gjyshit. Lere shahun këtu ku është, i thash. Lere se të mbarojmë ne, thash, pastaj jepja. Ai e dëgjoi, ishte ngjarje që unë të përgjigjesha dhe bile edhe oficerët, edhe komandantët ishin pro këtyre gjërave, që sepse kështu nënshtrohesh ushtari, dhe kështu që edhe ata nuk ndërhynin në këto raste. Dhe ky u afrua Dajua edhe një herë dhe donte që të vinte dorën aty, e kapa fort tek dora, i thash mos e preki, thash. Të mbarojmë 2 minuta, thash, e mbaruam. Të mbarojmë ne, thash, pastaj jepja. Ky gjyshi u kthye nga ne, po i acarruar që nuk e dini, dhe i fut një shkelm tavolinës, ishte përballë meje, më erdhi tavolina në barkë. Dhe i u prish loja, u çua në këmbë. Kujt ti flet kështu, ti tha, o rull. Edhe u ngrit në këmbë, u rreshtuan pas ti gjithë ata. Unë nuk pash më, si ne nga Vlora buri dhe nuk pash më mu erë syt. Dhe aty kishim o gjakun afër, se ishim brenda. Një të kapur bëra 2 nga to drunjtë e prerë të o gjakut, 2 copa që ishin sa krahët, edhe ju ktheva edhe doja ta qelloja. Mos o zot ta kisha qelluar. Sot nuk do ishim këtu të flisnim, sepse kush e di si do ikte jeta ime, do më kishim futur brenda. Pun budalla që është megjithatë, ky erdhi dhe njerë që të më qëllonte, i thash mos u afro. Mos u afro, i thash se do të vras. Dhe shqyr Zotit e mbajtën ata. Unë pas 2 ditësh apo 3 ditësh pata probleme me komandantin, sepse qatë ditë na morën, e shkruajtën në ditar që ishte një ngjarje dhe ma hodhën fajin muar, pa dyshim, jo ati. Dhe pas 2 ditësh, që unë kisha filluan që të flisnin për mua shumë keq, erdhi një rastisi, unë nuk besoj që janë të gjitha rastësi këto, po megjithatë rastisi që erdhi një i gardës nga Tirana.
Xhevairi. E mbaj mend atë sepse ai merrte gjente njerëz të gardës, pra jo të gardës, po gjente ushtar për të bërë mundje, për t'i futur me sampistët. Dhe na thanë edhe neve, edhe kishte dëgjuar për mua, dëgjoj sepse i tha komandanti, dhe më morën dhe mua që të bënim ndeshje, pra që ai të shikonte. Dhe kë më vën mua përpara, më vën atë nga Kuksi. Më vën atë, por ata sepse ishin, atëherë në kohën e komunizmit çfarë themun, ishin çdo gjë ishte psikologjike. Më vurën atë për të kuptuar se çfarë do bëja unë dhe çfarë do bënte ai. Dhe duke, sepse nuk kishte shans, ata thoshin do e bësh dhe kaq. Dhe vurën 2-3 tapete, e bën jashtë, dhe më thanë mua që të matesha me të. Unë i thash, jo, thash nuk pale. Ushtar thash të urdhër, ishe i detyruar ta bëje. Dhe unë shkova, po aty për aty e lash. Pra për herë të parë e lash, sepse duke menduar që ai ishte gjysh, për më tepër i kishte ndodhur ajo ngjarje dhe ai ishte në ikje. Ç'më interesonte mua ai te varja. Dhe ndoshta tash unë mundet të më rrahin natën, sepse mblidhen të gjithë këta të vjetrit të e bëjnë. Po megjithatë nuk ishte ky, më shumë ishte që ai do ikte. Unë s'kisha pse të fitoja. Edhe më tha ky i gardës, bëje mirë, tha, më tha mua. Bëje mirë, tha, sepse ndryshe tha do të fusin brenda. Edhe unë bëra mundje me të. Ai ishte i vogël i shkreti, ishte i shkurtër dhe ja bënte gjithmonë kështu me atë hundër, sigur do bënte kush si çfarë, e kapa një 2 herë për plasa në tokë të shkretin dhe u bë ai ngjyra dhe i erdhi turp. Më morën me gardën. Mua më erdhi keq për të, po mua më morën me gardën. Më morën me gardën dhe filluam që të bënim mundje. Më çuan në Tiranë së bashku me 2 të tjerë apo 3 ishin të tjerë që të bënim prova dhe pastaj bëm turne. I bëm në disa vende të Shqipërisë. Dhe unë fitoja gjithmonë në grupin B, se isha e grupi B. Derisa pastaj ishte një i gardës që kishte marrë një plumë në këmbë dhe aty le të themi që e lash. Atë që fitoi ai dhe unë isha zura vendin e dytë. Megjithatë, pas atij eventi kur më çuan në Ersek, sepse duhet dini që në Ersek kishin krijuar një grup që bënim spektakle në pikat kufitare. E unë ishe një fizharmonicist dhe me fizharmonik dhe një këngëtar e tjerë. Dhe shkonim në për topika që të bënim një spektakl të vogël, kështu që të argëtonim ushtarët. Unë bëja numra shpejtësie dhe këta shokët e tjerë kush i binte instrumentave dhe kush këndonte. Dhe mbaj mend që unë kisha vendosur që t'ikja, të ratisesha. Kisha marrë një të ratisesha. Doja të shikoja, isha kurioz të dija për kushërinjtë e mi që ndodheshin në Konicë, sepse për ata që nuk janë të informuar, gjyshim vinte nga Konica. Dhe Konica ishte pjesë e Greqisë, edhe pse ishte shqiptare në kohën e atëhershme, përpara se të krijoheshin kufit në vitin 1912. Dhe unë doja të njihja kushërinjtë e mi. Dhe kisha vendosur që të shkoja. Dhe kisha marrë disa informata, shkova dhe doja të shkoja në ambasadë, por në ambasadën turke, sepse kishte një letër që kishte gjyshim që kishte marrë nga Turqia, që tregonte se ku kishin shkuar kushërinjtë e mi. Nuk kishin shkuar në Turqi, në Stamboll, më vonë e mora vesh, por nuk kishin shkuar në Stamboll. Megjithatë unë mendoja që nga aty do ecja dhe do gjeja gjurmët derisa t'i gjeja. Dhe aty u dyshua që unë mund të ratisesha dhe më morën dhe më çuan në Golem. Në Golem pastaj dhe aty bëra një ngjarje tjetër, megjithatë nuk dua ta zgjas shumë, por kam shkuar mirë në të dyja rastet. Dhe unë dua t'i përshëndes që të gjithë shokët e ushtrisë, qoftë atje në Ersek, por edhe në Golem. Dhe do dëshiroja që nëse ndjekin këtë video, të shkruani një koment sepse më ka marrë malli, sinqerisht. Kështu që shkruani emër mbiemër, sepse ndonjëherë shkruani vetëm emrin, po unë nuk mbaj mend. Paktën emër mbiemër, ose shkruani një email në emailin tim nadirmura@gmail.com dhe më thoni edhe me foto. Do të dëshiroja shumë. Por kam kaluar shkëlqyshëm dhe kjo është një histori e shkurtër, sepse ka shumë histori në Golem për shembull dhe aty çfarë ka ndodhur,
do ja u them një ditë tjetër, por do ja u them nesër. Do ja u them nesër. Se çfarë ka ndodhur në Golem. Është vërtet shumë, se u zgjatëm shumë. Është vërtet për tu menduar, sepse ka disa njerëz ndonjëherë që ja vlen që duhet folur për këto raste, sepse ka njerëz të mirë, ka dhe njerëz të këqinj. Me njerëz të mirë flas akoma sot, njerëz të këqinj nuk jetojnë më. Më vjen keq dhe për ta, po megjithatë doja që t'ja u kujtoja që ndodhin edhe këto raste dhe nesër do t'ju tregoj historinë tjetër që më ka ndodhur në Golem. Megjithatë po e ndërpres sot këtu pjesa e parë dhe pres komentet tuaja, pres edhe ju nëse keni ndonjë histori të çuditshme kështu, nëse keni bërë ushtrim ushtarak, ushtrin në nuk më vjen tani, pse nuk më vjen? Shërbimin ushtarak dhe ushtrin dhe më thoni ndonjë histori të bukur. Dhe ju që keni qenë në ato zona që ju thash pra Nersek së bashku me mua dhe në Golem, do t'ju lutesha një koment të shkurtër. Ju përqafoj të gjithëve dhe kalofshi bukur.